Ne do të shohim të tjera zhvillime. Shpresojmë që kjo nuk do të shkaktojë ndonjë problem të madh. Po, shpresojmë shumë. Do shohim të tjera zhvillime, në fakt duke u ndalur pak në një ngërç që po ndodh në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. Sot pritet që gjykata të bëjë një vendimarrje për kërkesën e Naureda Llagamit. Dy kërkesat e saj janë për kthim për gjykim të kërkesës në gjykata administrative ose shqyrtim të çështjes nga vetë gjykata kushtetuese. Llagami pretendon se është ajo fituese e garës për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Gjykata e lartë si institucion e martese përmes procedurës së rregull shpalli fitues Asim Vokshin prej 30 shtatorit. Ai është gjyqtari i zgjedhur, por që nga presidenti Bajram Begaj nuk është thirrur për të kryer betimin, çka do ta zyrtarizonte dhe emërimin e tij në gjykatën kushtetuese. Seanca e sotme pritet të japë një zgjidhje ngërçit të krijuar se kujt i takon karrigja e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese, por duket se nisur nga lajme dhe qëndrimet e ditëve të fundit ka pasur edhe reagime të shumta, prej së cilës ka qenë në ditën e sotme ku shoqata kombëtare e gjyqtarëve i ka dalë në mbrojtje gjyqtarit Asim Vokshi, duke theksuar se po denigrohet figura e magjistratit. Gjykata e lartë u vu në akuzë se kishte shpërfillur informacione sipas të cilave gjykatësi Asim Vokshi rezultonte se ishte në shërbim të agjencive të inteligjencës, por shoqata i cilëson si sulme personale dhe denigrime që cënojnë drejt për drejt dinjitetin, reputacionin dhe integritetin institucional të magjistratit. Këto publikime kanë marrë formën e sulmeve personale, të cilat kanë tejkaluar kufijin të kritikës së lejueshme dhe janë shndërruar në denigrime që cënojnë drejt për drejt dinjitetin dhe reputacionin si dhe integritetin institucional të magjistratit, thuhet në reagim, ndërsa mëtej në këtë reagim theksohet se në mbrojtje të integritetit dhe dinjitetit të magjistratit, shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë kanë ndjekur me vëmendje dhe shqetësim të thellë deklarimet dhe publikimet e fundit në mediat vizive të shkruara dhe elektronike që kanë pasur në fokus kandidimin e magjistratit Asim Vokshi në pozicionin e rastit të gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Këto publikime kanë marrë formën e sulmeve personale, të cilat kanë tejkaluar kufijin e kritikës së lejueshme dhe janë shndërruar në denigrime që cënojnë drejt për drejt dinjitetin, reputacionin dhe integritetin institucional të magjistratit. Shoqata vlerëson rolin themelor që ushtron media në një shoqëri demokratike si garantues i transparencës dhe përgjegjshmërisë publike. Liria e shprehjes dhe shpërndarjes së informacionit të parashikuar në nenin 10 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe nenit 22 e 23 të Kushtetutës Republikës së Shqipërisë përbëjnë baza të pandalshme të shtetit të së drejtës. Megjithatë, ushtrimi këtyre lirive duhet të bëhet në mënyrë të përgjegjshme, etike dhe në rast të së vërtetës, në mënyrë që media të mos shndërrohet në një mjet presioni apo në instrument për cënimin dhe denigrimin e figurës së magjistratëve. Shoqata thekson se liria e medias nuk mund të përdoret për të justifikuar presionet publike, nxitjen, përbuzjen apo cënimin e dinjitetit njerëzor dhe institucional të magjistratit, sidomos në procese të tilla kandidimi me rëndësi dhe ndikim të madh publik. Denigrimi personal dhe përpjekjet mediatike për delegjitimim të proceseve të kandidimit të magjistratëve bien ndesh me standardet profesionale të gazetarisë, parimet e etikës publike dhe detyrimin për respektimin e dinjitetit njerëzor që buron nga kushtetuta, ligji dhe instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Kalimi i këtyre kufijve përbën abuzimin me të drejtat e garantuara dhe cënon besimin e publikut në sistemin e drejtësisë, për të cilat magjistratët në punën e tyre të përditshme luftojnë ta fitojnë, thot ndër të tjera shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë.